20 korrik 1969, Neil Armstrong shkel tokën e hënës dhe thot fjalët që do të mbeten në histori për gjithmonë. Një hap i vogël për njeriun, një hap gjigant për njerëzimin. Për një çast, e gjithë bota ndaloi së frimuari. Pastaj, për 50 vjet, njerëzimin nuk u kthye. Deri më 1 prill 2026, kur raketa SLS u ngrit nga Kennedy Space Center dhe dërgoi 4 astronautë rreth hënës, për herë të parë që nga viti 1972. Misioni quhej Artemis 2, dhe ndërkohë që bota ishte fokusuar te lufta me Iranin, në heshtje, aty lart ndodhi ndoshta arritja njerëzore më e rëndësishme e dekadës. Sot do të krahasojmë 2 programet hapësinore më ambicioz të historisë njerëzore, Apollo dhe Artemis, dhe do të kuptojmë se ndryshimet mes tyre nuk janë thjesht teknike, por filozofike dhe gjeopolitike. Në thelb, Apollo dhe Artemisi synojnë të njëjtën gjë të jashtëzakonshme, të dërgojnë astronaut shumë përtej sigurisë relative të orbitës së ulët toksore dhe t'i kthejnë të gjallë në shtëpi. Kjo tingëllon e thjesht, por nuk është. Shumica e fluturimeve hapësinore njerëzore ka ndodhur relativisht pranë tokës, në anijen hapësinore ose në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Apollo theu atë kufi, duke çuar ekuipazhin deri në hënë, 384.000 kilometra larg, dhe Artemisi po bën të njëjtën gjë për një brez të ri. Artemis 2 nuk shkoi vetëm deri te hëna, shkoi edhe më tej. Misioni dërgoi 4 astronautë rreth hënës dhe më larg nga toka se çdo njeri tjetër ndonjëherë, duke tejkaluar rekordin e vjetër të distancës të Apollo 13-s. Mendoni pak për këtë. Rekordi i vjetër i distancës njerëzore nga toka u thye pikërisht këtë vit. Por teknologjia ka ndryshuar rrënjësisht. Kapsula Orion duket shumë i ngjashme me kapsulat e epokës Apollo, por ka shumë më tepër fuqi kompjuterike të mbushur brenda. Kompjuteri Apollo 11 kishte aftësi procesimi inferiore ndaj një kalkulatori të zakonshëm të sotme. Sot, astronautët kanë teknologji që në kohën e Apollo njerëzit nuk mund ta imagjinonin. Ky është ndoshta ndryshimi më i rëndësishëm mes 2 programeve dhe shkon shumë më përtej teknologjisë. Apollo lindi nga ankthi. Apollo lindi nga urgjenca gjeopolitike. Sfida e presidentit Kennedy në 1961 për të ulur një njeri mbi hënë para fundit të dekadës, nuk ishte thjesht për shkencë apo eksplorim. Ishte për të mboshtur Bashkimin Sovjetik në njërin nga arenët më të dukshëm të luftës së ftohtë. Hëna u bë provë fuqisë amerikane, superioritetit teknologjik dhe prestigjit kombëtar. Kennedy e tha haptas: "Ne zgjedhim të shkojmë në hënë, jo sepse është e lehtë, por sepse është e vështirë." Por nën kuptimi ishte i qartë. Shkojmë, sepse nëse nuk shkojmë ne të parët, do të shkojnë sovjetikët. Artemis, nga ana tjetër, nuk prezantohet si garë e njëhershme për të ngulur flamurin i pari. Është ndërtuar si fushat më e gjerë dhe afatgjatë. Kthimi i astronautëve në hënë, ndërtimi i eksperiencës për operacione të përsëritura atje, dhe përdorimi i asaj njohurie si urë drejt Marsit. Pyetja e Apollos ishte: a mund ta fitojmë këtë garë? Pyetja e Artemisit është: si arrim fazën tjetër të eksplorimit njerëzor? Por, dhe ky është detaj interesant, konteksti gjeopolitik nuk është dukur fare. Kina ka programin e saj lunar dhe synon të arrijë hënën para vitit 2030. NASA ka deklaruar se do të kthejë amerikanët në hënë para fundit të mandatit të presidentit Trump. Ndryshimi mes suksesit dhe dështimit do të matet me muaj, jo vite. Pra, Artemis nuk është plotësisht i lirë nga presioni i garës. Thjesht e fsheh atë para retorikës së eksplorimit. Pavarësisht filozofive të ndryshme, të 2 programet ndoqën dhe ndjekin të njëjtën rrugë logjike. Asnjë program nuk filloi me ulje me ekuipazh. Fillimisht testohet pajisja pa astronaut, pastaj i dërgon ekuipazh rreth hënës dhe vetëm pas kësaj i synohet ulja. Apollo e ndoqi këtë logjik në mënyrë dramatike. Apollo 8 bëri orbitim lunar me ekuipazh në 1968 dhe Apollo 11 u ul në 1969. Artemis ka ndjekur të njëjtin model të gjerë. Artemis 1 fluturoi pa ekuipazh në 2022 dhe Artemis 2 shërbeu si fluturim lunar me ekuipazh dhe test sistemesh. Kjo nuk është rastësi. NASA e din nga përvoja e hidhur se misionet e hapësirës së thellë kërkojnë eskalim gradual.
sepse çdo hap zbulon diçka të re rreth navigimit, komunikimit, mbështetjes së jetës dhe rihyrjes në atmosferë me shpejtësi lunare. Harta rrugore është e njëjtë. Testo fillimisht, rrethoe hënën, pastaj synon sipërfaqen. Këtu ndryshimi është dramatik dhe pasqyron si ka ndryshuar bota. Apollo ishte i shpejt dhe i drejt për drejt. NASA shkoi nga sfida e Kennedyt në 1961 te ulja e suksesshme në hënë në 1969 dhe menaxhoi 6 ulje lunare me ekuipazh mes 1969 dhe 1972. Ishte arkitektur relativisht e drejt për drejt, e drejtuar nga imperativ kombëtar dhe ndërtuar rreth një modeli të centralizuar qeveritar. Gjithçka ishte amerikane, gjithçka ishte NASA. Konkurenca me sektorin privat nuk ekzistonte. Artemis është krejtësisht ndryshe. Programi përdor raketat SLS dhe kapsulen Orion, por varet shumë nga partnerët komercial për komponentët kryesor të kthimit lunar. Kompani si SpaceX dhe Blue Origin konkurrojnë për të ofruar anijet lunare. Artemis është përshkruar si pjesë e shtytjes së NASA-s për të rekrutuar industrinë private në eksplorimin e hapësirës së thellë, dhe programi i gjerë përfshin partnerë ndërkombëtar në mënyra që Apollo kryesisht nuk i kishte. Me fjalë të thjeshta, Apollo ishte sprint kombëtar i fokusuar ngushtë. Artemis është projekt koalicioni i shekullit 21. Të dy programet kanë mbajtur dhe mbajnë peshë simbolike kolosale për te misioneve teknike. Apollo u bë një nga arritjet më të mëdha të shekullit 20, provë se SBA mund të mobilizonte shkencën, industrinë dhe vullnetin politik në shkallë mahnitëse. Ktheu uljet lunare në moment kulturor global. Artemis mbart një barë simbolike të ndryshme, por aq të madhe. Pasqyron botën e ndryshuar. Artemis 2 përfshiu Victor Glover, Christina Koch dhe astronautin kanadez Jeremy Hansen, duke bërë misionin shumë më përfaqësuese ekuipazhet lunare të Apollos që ishin tërësisht të bardhë, amerikan dhe meshkuj. Por simbolizmi gjeopolitik është gjithashtu pranishëm. Me Kinën, që është duke ndërtuar programin e saj lunar, Artemis pasqyron ambicjet konkurruese të epokës re. Jo luftën e ftohtë SBA-BRSS, por rivalitetin SBA-Kin të shekullit 21, siç tha një zyrtar i NASA-s. Nëse nuk marrim kontribute nga çdo person me talent të gatshëm, nuk i përgjigjemi thirrjes njerëzore për eksplorimin. Dhe ky është ndoshta ndryshimi filozofik më thelbësor. Apollo provoi se njerëzit mund të arrijnë hënën, të ulen atje dhe të kthehen shëndosh e mirë. Ishte arritje revolucionare, por nuk u ndërtua kurrë si sistemi qëndrueshëm për jetesë dhe punë në hapësirën cislunar. Pas 1972, njeriu u tërhoq dhe nuk u kthye për 54 vjet. Artemis synon të jetë diçka më gjerë. Qëllimi i tij është hedhja e hapave të parë drejt një prezence afatgjatë njerëzore mbi dhe rreth hënës, jo thjesht përsëritja e momentit të flamurit dhe gjurmëve të këmbëve të Apollos për efekt nostalgjie. Ideja është të përdoret eksplorimi qëndrueshëm lunar si gur kërcimi drejt Marsit, ndërkohë që ndërtojmë teknologjitë, partneritetet dhe eksperiencën operacionale të nevojshme për misione të përsëritura. Kjo është arsyeja pse Artemis është lidhur me anije lunare komerciale, planifikimin afatgjatë dhe operacionet e ardhshme të përsëritura, jo si misioni vetëm sensacional. Apollo ju përgjigj pyetjes: a mund të arrijë njerëzimi atje? Artemis po i përgjigjet pyetjes shumë më të vështirë. Çdo të duhej për të vazhduar kthimin dhe në fund për të shkuar edhe më larg. 2 programe, 2 epoka, një hënë. Apollo u lind nga gara, nga ankthi i humbjes ndaj Bashkimit Sovjetik. Ishte sprint kombëtar i jashtëzakonshëm që mori 8 vjet dhe çoi njerëzimin deri te sipërfaqja e hënës. Artemis po lind nga ambicia, por edhe nga rivaliteti i ri me Kinën. Është më ngadalt, më kompleks, më global, por synon diçka shumë më të madhe, jo thjesht të arrijë, por të mbetet. Ndërkohë që bota ishte e fokusuar të luftrat, sanksionet dhe kriza energjetike, 4 njerëz fluturuan rreth hënës.
shkuan më larg nga toka se cili do njëri tjetër ndonjëherë. Dhe ndoshta kjo na kujton diçka të rëndësishme. Pavarësisht kaosit të politikës dhe konflikteve, njerëzimi vazhdon të shohë lart dhe vazhdon të ëndërrojë. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.